Konflikti në distancë mes Louise Ailit dhe Anait Kalotit duket se ka hapur një kapitull të ri reagimesh në showbizin shqiptar. Pas përplasjes së tyre publike në rrjetet sociale, në debat është përfshirë edhe Egla Ceno, e cila ka zgjedhur ironinë për të dhënë mesazhin e saj. Përmes një postimi në Insta Story, Egla Ceno publikoi një shkrim thumbues, ku flet për gratë që detyrohen të kujdesen vetë për gjithçka në jetë, duke ironizuar termat si punë majdanazi apo punë burri. Pa e përmendur drejt për drejt emrin e Louise Ailit, mesazhi u interpretua nga ndjekësit si një reagim i qartë ndaj deklaratave dhe qëndrimeve të tij, sidomos në kontekstin e debatit të fundit. Shkrimi i Eglës u pa si një kritik ndaj ndarjes gjinore të roleve, një thumb i drejt për drejt ndaj mentalitetit patriarkal, dhe sipas shumë ndjekësve, një ndis i koduar për Louisin. Reagimi i saj u shpërnda gjerësisht dhe ndezi diskutime të reja në rrjet, duke ndarë publikun në mendime të kundërta. Disa e mbështetën për mesazhin feminist, ndërsa të tjerë e konsideruan të panevojshme përfshirjen e saj në këtë situatë. A do të ketë një reagim tjetër nga Louise Aili, apo saga do të mbyllet këtu? Kjo mbetet për t'u parë.